Mbështidhini këmbët tuaj me një gjethe lakre dhe prisni rezultatet e mahnitshme. Lakra është një burim i shkëlqyer i acidit folik, kaliumit, vitaminës B1, fosforit, citonil flain. Mjekësia alternative përdor lakrën, veçanërisht gjethet e saj për të trajtuar shumë probleme shëndetësore duke përfshirë ulçrat, rrullat dhe intjet. Për shkak se ato janë anti-inflamator i fuqishëm, gjethet e lakrës janë e përdorur edhe për të lehtësuar lëndimet gjatë gojës. Njerëzit që vuajnë nga reumatizma kanë pohuar se gjethet e lakrës u lehtësojnë dhimbjet. Sa po të ndjeni dhimbje, thjesht merrni një gjethe lakre dhe vendosni në zonën ku ndjeni dhimbjen. E mbani gjatë gjithë natës. Dhe në këtë rast ky trajtim është efektiv nëse përsëritet vazhdimisht, ju do të keni rezultate të shkëlqyera gjithashtu edhe për shëndetin tuaj, duke ndikuar në mbrojtjen e shëndetit të kockave.